kemi dy karakteristika të listave. Berisha ka bërë një listë prej humsi. Pra, njeriu që e di që nuk do jetë fitimtar në datë 11 dhe kur përgatitesh për opozit, kriteri i parë që duhet në listë ndaj një regjimi është besnikëria. Pra, po të shofësh, ajo është një listë besnikës. Aty, Saliu e di që ata që do i rinë në opozit në ardhshme nuk do i hapin probleme ato frikrat që ka ai në partinë e vetë. Rama është munduar të ketë një fasad ndryshimit. 25 deputet nuk janë më nga ata që ishin të vjetrit. Dhe shumë të tjerë do ikin nga ata që janë në listat e hapura. Por kush është problemi? Por karta prapë thotë Roftë Rama. Por. Pse i duhet Ramës ndryshimi? Ndryshimi i duhet jo se do marri vota me fytyra të reja, po i duhet një lloj ndryshimi për të fshehur faktorët real që do vendosin këto zgjedhje. Pra, me maskën e asaj gjuzit që ka vënë në listë mbyllur në Tiranë, shihen përfaqësuesit e bandave që janë në lista, mediat që i ka kap gjitha përfyti dhe do jenë borit e tij për fushat dhe parat që do i marri pafundësisht nga oligarkët që kanë mbajtur prej 12 vitesh në tavë. Në këtë kuptim, ata janë vetëm fasada e ngjëje që të gjithë e dinë, por ne nuk e shohim në vitrinë. Pushat nuk kuptova një gjë fare në gjithë të historitë për ta para mbylljes. E kuptoj këtë që ka bërë listë me Besnik, Sali Berisha e gjitha, po këta aleatët, pse duhen këta? Dhe çfarë japin? Për imazh? Po edhe japin. Unë besoj se japin e gjë të madhe në imazh, por për shembull nga ana numerike, po ta shohësh, opozita ka humbur rreth 8 mandate për 15 vota, për 100 vota, për 150 vota zgjedhjet e kaluara. Pra, thesi opozitës do ishte shumë më i madh me deputet për pako gjë. Po ja heqin këta tani. Kjo nuk Agroni, Lapja, ky heq, Goxha nga dy palët. Thesi madh. E mban mend atyre që e shanim Saliun kur e nxori Bashën me 10 vota, që mori dhe Hysni Milloshin të koalicioni vetë. Dhe ngeli puna me 10 vota, pavarësisht se pastaj fshihej. Kjo mund vlej Andi nëse më lejon. Kjo mund vlej nëse rezultati mund të jetë i ngushtë. Po këtë rezultat që është këtu aleatës s'kan çngren hiç. Mua më duket se ai e bën këtë vetëm për treguar që shiko, un jam opozita se un kam koalicionin më të madh. Se Berisha gjithë të kohë thot kam 26 parti në koalicion dhe ka futur lloj thërrimesh atje që s'bën as i kafshat. Ky është qëllimi, mendoj unë, thjesht për të rivalizuar. Në emision këtu dhe u tallëm shumë me ata, jeni të qerat atë çfarë ishin ata. Që kishte fut këtë treni vetë Saliu. Por nuk kam dëgjuar, kam 3 ditë që shoh, nuk kam dëgjuar njëri të shpotisë Ramën, që shkoi mori një ditëzi Maqedonas atje, ja vodhi nga koalicioni Saliut e mori e çoi në Korçë. Pse kaloi këtej ky Maqedonas? Po kaloi Ylberin e doli nga. E njëjta gjë është në këtë kuptim. Por dhe kjo që bëjmë ne është prapë në këtë teorinë që prapë Rama është më mirë dhe Saliu është megjithëse bëjnë. Kam përshtypjen bën llogarira. Rama ka luksin sepse për hera 4 është hera 4 është edhe po sfitoj, rekordin e ka vendosur me 3. Jo, po s'luan për sfida është opozitës. Sfida është opozitës. Luan për kokën, s'luan për rekordin. Ti qasë ka spakun dhe derë. Ai do bëj masakër ai. Ti qasë zgjedhje për herë të 4 me të njëjtin ekip që ka 4 herë që humbet, unë nuk e di domethënë se punën e kujt bëjnë. Rotacionet jo një herë. Po për tjetër s'po shkojmë më larg. Por për rotacion vetëm thjesht budallat mendosh që të ketë një sistem që ka thënë të falja demokracisë prej shumë kohë. Unë mendoj që Rama është shumë i rrezuar, Rama kërkon, shiko, Rama për tani ri aty për një gjë shumë thjeshtë. Se në qoftë se Saliu është njeri degraduar që shkojnë pas vetëm ca fanatik, ja ku kanë Arlindin ata që janë opozit, ja ku kanë partitë e reja. Pra, sot mundësia është, kur mundësia nuk ushtrohet, po këta sulmohen të dy nga sistemi, qof nga Berisha, qof nga Rama. Dy palët sulmojnë këta. Dhe sistemi zgjedhore kanë bërë për këta. Se s'kan luftë me njëri tjetrin, kanë me këta. Njëri që është i lirë,
që nuk është i kërcënuar me vendin e punës, që nuk është i joshur me bonusin e bebes, me hipotekën, Po janë viktime propagandës njerëzit me patronazhistët, me sondazhet që dalin për ditë, me televizionet që si burit qajnë kokën. Pra, ne nuk kemi një ambient të begat demokratik për të ushtruar se... Megjithatë, unë mendoj këtë, shiko, nëse do të kishte Rama një opozitë serioze përballë, sot do ishe këputur në mes, domethënë. Pse? Sepse po nuk ka opozita serioze në regjime antidemokratike. Shiko, në 91-shin u rrëzuar Ramiz Alia, më por pse s'u rrëzoga Edi Kur e la Rama? vet Ramizi. Jo, më se la vet, nuk e la vet, nuk e mbante dot. Dhe kur vendosi në lynë në finish, në 91-shin se fitoi. Një fakt. Edhe një... Në vitin 2021, opozita PD plus LSI është vetëm 37.000 vota më pak se sa... Aq sa i duheshin. Rama. Po prit një minutë. Në 2000... Se ata që blenin Elbasan, aq i duhej më bën llogarit që ne fitojmë, kaq na duhet, do blenin më shumë. Nëse kjo opozit do ruaj, sepse të mos harrojmë një gjë, që në goditjet më të mëdha, qeveria e Ramës i ka marrë 2021-2025. Spaku i vërtet, jo ai i pavërtet, i ka hyrë loj si faktor, si kryesisht nga viti 2022 Jemi në... Dhe ka forcuar Ramën me lojën e vetë. Jemi në limit e preç. Është një opozit që duke ju qasur me të njëjtët ekip që ka humbë 4 herë zgjedhjet, dhe ti tani do ja vesh fajin regjimit, kjo nuk shkon. Nuk e ndihmon opozitën. Hajtë ja vëm opozitës fajin, po... Nuk e ndihmon. Ai prap do i vjeti, po ne ja vëm fajin kujt don. Të nderuar të secili tani të mbaj Të vetën. të vetën, sepse po që se të marrin vendime që do t'ikim në fund, jo nuk ikim dot. Jo, s'mbarojmë, normal. Ti të kesh, ti tenden, këtë ti vetën, secilit vetën. Nderuar të shikues, ky ishte emisioni për ne sotme, diskutuam gjatë edhe për punë të listave dhe për kandidat për deputet, po kjo është demokracia jona. Kështu e kemi ndërtuar atë për 30 ca vjetë, po ndoshta edhe meritojmë se ne e kemi ndërtuar. Preç, e kemi ndërtuar këtë lloj demokracie, të gjithë bashkë, Po s'bërë... si një trup i vetëm, I rinovim nuk i fiton kur si zgjidh. një trup i, dakord, po si një trup i vetëm kemi vrapuar dhe 35 vjetë kemi ndërtuar këtë që kemi. Dhe s'duam ta ndryshojmë, fare. Faleminderit shumë që na keni ndjekur dhe shihemi në emisionet e ardhshme. Faleminderit Arlind, faleminderit Preç. Shihemi në javën e ardhshme. Natën e mirë.